A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Dvauroj bajramin e kaluar se duket me asnjënin se mbom këtu bajram. Allah i na i bëft kabul e ibadetet. Kurbanët që i kemi therë Allah i pranoft. Se mishjen e gjaku, si thot ajeti kuranor, nuk shkon, po shkon vetëm takva lejki të Allahu. Andaj të mundohemi me sinceritet, me u interesu për kurbanin, çka janë kushtet e kurbanit, mapa të premtet kur vije dita e bajramit, a falet xhumaja, as falet xhumaja, na ta mësojmë mirë. Faktikisht nuk ka nevojë me mësu, se besoj edhe para internetit, kena has dë njerë ditë bajrami tjetë, do në ditë e xhumat tjetë ditë bajrami. Apo. Unë e mbajment moti si fmi, njëherë na kapi bashkë kurban bajrami, ditë e xhuma, atër s'kishte internet, s'kishte Instagram, dhe as nuk u diskutua bile se në sabat dhe e falish bajramin, drek dhe e falish xhuman. Tash pse kur ka internet ne i diskutojmë këtë punë xhamat? Pse ka ra dija, ka ra përgjithësia e dijes, vijet në trojet tona dhe flitet një meshep qetër. Këto nuk bon xhamat, nuk bon me u përzi këto temat, ama. As mos pyet një bile kësi pytje. E mbarë o ta parashtojmë këtë pytje. Hoxho, kom daj se. Momentin kur thuish hoxho, kom daj se, te i dush të më thuish mu, se video screenin gjitha qëtë iPhone-in e Samsung i e kje sakma 5 saht në ditë. Atër ti si musliman, dueshke me u marrë me një gjatë qeter. Ta reduktesh telefonin. Tamam. Shejtani na mashtron dhe na zbukuron sikur na interesojnë çështjet fetare, ama në telefon nuk janë çështjet fetare. A bon, neve barem paktën si xhamatli këtu që i ngjëm këto derse, këto qitape, të na dalloje diçka që këto tema që kanë qenë tabu deri dikur, tërë se u çel Instagrami dhe TikToki, mos i hapim, a bon, se nuk bon xhamat. Tamam, një herë dë gabojmë dekundi, po e idhnum Allahun xhelle xhelalu, mapa. Ku është pa kjo, ditë bajrami, xhumaja më falet. Po xhumaja është farzi ain be. Farzi ain është farz është. As një sent nuk mund të ndrojë një farz. Tamam. As bajrami, as puna, as kur gjo tjetër. Nese, argumentet të hoxhallarët, të hadithet, të mezhebet janë, neve do merremi me sunnetet e pejgamberit alayhis salam. Neve do mundohemi jetën praktike të zbukurim. Kurbanat t'i therim me sinqeritet. Pi harameve të hikim, pi telefonave kada të largohemi, ti mshelim që ato TikTokat, Instagramat, atër djashojsh hajrin fes islame. Kështu me debate, me muhabete, vallaj vetëm, dhe të randohet zemra që këtu, pytni edhe hoxhallarët tjerë që ato të vathujnë, një hosh nëse të inkurajon, pe Instagram, pe Facebook, ku e diku të mësojsh fen islame, mund cish rri larkë se dhe të ndodhe si mu që më ndodhe i shkova me një vend në pjekje, në pjekje kam shku, i bëj respekt njerit, thot, hoxha mos na duen neve hoxhallarët, s'na duen neve librat, se kemi internetin. Stakfirullah. Po të në internet prap hoxhën e njysh. Allah. Edhe në internet citate pe librave ipen. Prap asli burimi është e librat xhamat. Si mund një musliman ta thosë se kësë na duen sot librat kiti kemi në telefon, subhanallah. E me hy pak ma në detaje deri në kufër mund shkoj kjo fjalë. Ta bësh takhfif, ta nënçmësh ilmin e sheriatit. Ilmi i sheriatit në Instagram nuk e nxe. Vallaj në TikTok nuk e nxe. Mirë, e bonëm kështu një hymje, se bash edhe këtë bajram ra e premtja ditë bajrami, mos diskutohet kjo, tama. E ne që e puna e thojve mustaqeve mos diskutohet. Është një mustahab edhe pik. Gjëjat haram që janë, millet jo një din të begjemat. Po se cili minimum familjen ka 2-3 hoxhallar kemi pasbe. Edhe ka nana, edhe ka baba. Nuk bon me u diskutu kësi temash që si kur neve s'kemi ditë që është halali edhe harami, e në tash dhe vinë njerëzit për internet, të në mësojnë neve këto mirë. E në njerë të dhaurojat e bajramin e kaluar, tamam. Inshallah i mbrim edhe plot bajrame tjera. Bajramet vinë, ditët e mëdha, netët e mëdha kalojnë, mirë po neve e kemi parim, qitapit dirim besnik, dhe mundohemi të koncentrohemi të temat e qitapit. Do shta e pat, isha disa dit në Stambol, pe aty kishim një pamjet bukurët në teras, tham të mbajmë një ders,
Po, do kanë mendu ndoshta se e kina atë, si i thujnë, green screen ajo, si i thujnë asaj? Po, back screen. Green screen kanë mendohë se e kina me montajat, nuk, halis ato, zoq kënë të në hangër për zxalli, halis zoq ishin ato, e në ato gjamia në bas janë halis gjamia, ishim Stambol, aty e mbajtëm një ders, nëse e keni ndjek, dhe të në tema nuk ndryshoj, kalojnë ajetet ku Allahu Teala betohet në Kur'an për vlerën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Ulemat kanë thënë sevap, po të shikojmë hoxhën fytyrë kur kallzon ders. Tamam. Pse o sevap? Se koncentrimi mbahet më i gjallë. Tash vazhdojmë. Faqe 78 kemi mbri, inshallah nuk ka në shumë, edhe një 870 faqe tjera ka. Me lene Allahut, dë qeshim edhe për sfundi kur dhe mbarëm këtë qitap, si të në bëjnë nasip Allahu. Nese, ky është një qitap shumë i bekuar, Shifa i Sherifi, për ndryshe edhe hoxhallarët e preferojnë shumë këtë qitap, këtu kemi edhe do hoxhallarë kanë artë në bëjnë ziaret, pe Kosove, Allahu e në ato, ishë përblef për gjdo hap. E në hoxhën admire kemi këtu, që është andin në studime. Kjo është i joni të tokës. Këtë ta duhem pak më shumë. I joni, ok. Nese, une gëzojmë shumë, vërtet gëzojmë shumë. Shumë rralë o gjesh një, si të thom, një ndjenë të tilë, kur konkurenti ta do se konkurenti. Konkurent jemi, po nëse të më marrë gjematin. Ama gëzojemi, elhamdulillah, shqyra Allahot. Vallahi, billahi, tallahi, gëzohemi. Vesh një problem unë e kom, kur ka hoxhallar në mezhlis, e hoxhën Bajram Falu të pishkupi, plot konkurencë me këta, gjuhë punë. Njeri pak si kur apo, kompleksohet kur ka hoxhallar, edhe ato e dinat ndjen, bile dom ka i thënë, kom da shkoj për shemull kur mban dersa në xhamin e vete, ka thënë, no, hoxhë ermosh, mo hajde se, kur ka hoq aty të pranishëm, bojt pak qëshit njeri, ama inshallah, helbet me gabu, kitë këtu jemi bashkë dhe korrigjim njëni tjetrin. Vazhdojmë tash me ajetet ku Allahu Teala betohet për vlerën e pejgamberit alayhis salam. Ky ajet u përmend edhe te dersi atje që e mbajtëm, estaizu billah, bismillah, wen nejmi idha hewa. Allahu Teala betohet në yjet, në yllin, idha hewa kur rëshqet, ma dalle sahibukum, wa ma gawa, nuk ka devjuar ai shoku juaj. Çka tham para disa derseve, kur kalon një betim, kësa i thunë kasem në arabisht, mas asaj vjen diçka shumë e rëndësishme. Thënë, betohet Allahu, e ma pa e presim gjevapin e bijes e betimit. Hajta shojmë çka qenë ka, ma dalle sahibukum, wa ma gawa. Nuk ka devjuar ky shoku juaj, që e kishit në lagje, dikush e kishte nip, dikush e kishte shok fëminie, dhe ma pare e dishit se ishte shumë gjali mirë, shumë njeri i mirë, i besueshëm, tash pëse thot jam pejgamber, i thujni ka deviju. Wema gawa e as nuk doli nga urdhrat e Allahut, nga rruga e Allahut. Wema yantiqu anil hewa, dhe nuk flet ai nga epshi i tij, nga qejfi i tij, in huwa illa wahyun yuha, ato janë vetëm fjalë që janë shpallje, thënë janë vahje nga ana e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Tash një nga një dhe marim ajetet me isqaru. Ulemat kanë thënë se fjala nejëm yll që kalon në këtë ajet ka disa kuptime, disa e kanë lanë kuptimin dhahir të dukshëm, po halis Allahu Teala betohet në yjet që rëshqasin, mirë po disa kanë thënë këtu ylli e simbolizon Kur'anin, se është udhërrëfyes për ta gjetë rrugën e drejtë, po edhe Gjafer ibn Muhammedi ka thënë se këtu ylli e simbolizon zemrën e Rasulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Ma dalle sahibukum wa ma gawa, nuk ka devjuar ai shoku juaj, se e dini çdo pejgamberi, ama çdo pejgamberi i kanë thënë ky ka rëshitur. Tamam. Tashme që neve nuk na vijnë ajete dhe vahje të reja, këto ajete që i kanë zërit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam mund t'jenë edhe për neve. Çka mund t'jenë edhe për neve? Mund t'jenë, thuja emnin, teseli, vejnë ngushlim. Tash edhe neve, kur dhe mundohemi të bëjmë tërlek, kur dhe mundohemi të lishojmë mjekër, kur dhe mundohemi pak të jetojmë si pas sunnetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, drejt dënejsin muhabetet, këtë e ka në nënment, kia bot qishit,
au ki nuk jas gjatë dorën femnave, au ki nuk del në kafe, au ki ashtu, au ki kështu. Mos prit Xhebraili alayhis salam të vijë dhe sjellë një ajet, po lexoj që këtë sure dhe gjesh edhe ti pak veten pjesërisht aty. Fa nuk ke deviju ti je në rrugt të Allahut, tamam. Që kështu duhet me u qetësu, tamam. Ama hoxha baba s'm kupton. Baba më thot budall. Edhe ne i mësoj se baba gjithot po akli është. Në këtë rast nuk është akli. Tamam. Se më shumë se baba din pejgamberit, tamam. Unë njanin çashtu e qetësova. Tha ti shumë be kështu, po unë ta njoh sa ty gjyshin. Gjyshi jot nuk ishte kështu. E na i faleshte ti shumë çishit u bën. Thash po, ma Allahu në Kur'an nuk thot ndjek një gjyshin e besimit. Ndjek një pejgamberin. U me ndu, do me thënë qenë ka njeri pak i logikshëm, unë dal një sekund, majre kje, tha. Që argumenti ma i math? Neve kemi borç këtë pejgamber të dashur të ndjek. E tash Allah u thot, ky nuk ka devijuar, ju akoma nuk e kuptojni në çka thretaj. Wema yantiqu anil hawa. Surja Nejm, ajeti numër 3 xhamat. Është ajeti që na duhet më shumë çka shekull. Një lloj si na shpëton të imanin dhe akiden ajeti lejse ke mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Tash këtë vakët imanin dhe akiden na shpëtoje që ky ajet. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, edhe ajeti 4. Ai nuk flet nga epshi i tij, ai nuk flet nga qefi i tij. Çka do që flet ai është një vahi. Çka ju kujton kjo? Çka na kujtohet nga ky ajet? Hadithet xhamat, hadithet janë të garantuara me Kur'an, se pejgamberi nuk flet me emocione në atë moment. Çdo gjë që ka fol me lejen e Allahut xhelle xhelal. Kur'ani është vahi metluf, hadithet janë vahi ghairi metluf, çka? Kur'ani është vahi, shpallje nga Allahu, që mund ta lexojmë në namaz, hadithet janë prapë nga Allahu që ka fol pejgamberi, mirë po nuk janë Kur'an, nuk mund t'i lexojmë në namaz. Vlera është e njëjtë, besojni, vallahi, billahi, tallahi, rrezikohet imani nëse mendojmë se hadithet janë shkruar 200 vjet mbas, haditheve nuk duhet me i besu, Kurani më mjafton, po ai Kur'an që të mjafton thot ndjeki hadithet se pejgamberi s'ka fol nga epshi i tij, nga qefi i tij. E tash Allahu Teala do thot ndjek nga këtë pejgamber, merrni atë çka u jep, hikni nga ato që u ndalon. Edhe ai Allah nuk do të më ruajë mu hadithet, do t'i ruajë beri rahat. Që Buhari kje, në Muslimi kje, kutubisit e kutubitis, a i kemi hadithet. Mirë po në Instagram jo, status WhatsAppit jo. Dhe dhe ishte hoxha, si jo kjo mesele, e në qashtu. Tama. Nuk o mirë, shumë e shumë me u diskutu këto punë në për internet. Se ma pa bëhet qëtos, apo? Thot njeri, në ditë të hash një Nutella, bon mirë për shëndetin, e në klapa, këtë e ka thanë, ku e di i bën sina. Apo? Se është bëhet ma e në karikaturizim me këto punë. I pari, i diti, i repti, i shkepti, ka një hadith në status WhatsApp. Po nëse nuk o hadith, a di shka është reziku jasaj. Feljet e bewe, me qadehu minë në nërë. Leta përgatis vendin, në zjarë të xhenemit, ka thënë pejgamberi a.s. Prandaj, mos hym shumë e shumë thellë, ama që kështu të besojmë. Si është Kur'ani i sakt, janë edhe hadithet e sakta që na kanë ardhur, janë që thon sahih. Mirë. Allemehu shedidul quva, atë Kur'an apo atë vahi ja ka mësu pejgamberit shedidul quva. Do me thënë ai Xhibrili a.s. që është shedid i fuqishëm, quva me kuvet me fuqi, do me thënë i fuqishëm. Dhu mirratin festewa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumme dena fetedella, ila akhiril ajat. Mirë. Një ajet tjetër ku betohet Allahu Teala, wa semai, wa tariq, wa ma edrake me tariq, en nejmu thaqib, prap kalon fjala nejm, prap Imam Sulemia ka thënë se këtu ylli e ka kuptimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Qadi Iyadi, në këto ajete ka shumë vlera për pejgamberin a.s. Ka sheref, do me thënë der të pakufishëm për vlerat e ati, se Allahu Teala betohet dhe ma pa flet për atë të dashurin. Do me thënë bas betimit flet për atë pejgamber. Pastaj thot në ajete tjera na jep haber për vlerën e tij me ngjarjen e Isras. Israja që ka ndodhur që fedena fetedella fekane qabe qauseni au edna feuha ila abdihi ma euha ma këdhe belfuadu ma raa, edhe vazhdon ajetet, deri ajetin 18.
Allahu Taala thot fe euha ila abdihi ma euha, pastaj Allahu Taala i shpalli atij robit të tij çka i shpalli, do me thënë vet Allahu e din ku, atje në Mi'raj. Wa laqad ra'a min ayati rabbil kubra, ai pejgamber ka pa ajete madhështore nga Zoti i tij. Pra ajetet mëdhaja, mrekullit mëdhaja ku mendja e njerit nuk mjafton ti kuptoje, prandaj duhet ta kuptojmë për këtu vlerën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, me këto ajete Allahu Taala e ka pastruar çështjen e pejgamberit, do me thënë nuk ka dyshime taj pejgamber, çka ju flet ai është e vërtet, e ka ruajtur nga çdo bela dhe nga çdo gabim dhe ja ka pastruar pastaj edhe gjoksin, edhe gjuhën, edhe organet. Si fezekka qalbehu bi qawlihi ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Që zemrën ja ka pastru, do me thënë ne ka garantu neve se zemrën e ka të pastër me këtë fjalë. Nuk e përgënjeshtroj, nuk e mohoj zemra e ti, shpirti i ti, ma ra'a atë sen që e pa ai, ku në Mirash. Pejgamberi a.s. pa mrekullit mëdhaja, atë që ja pa syni edhe zemra ja pranoj. Kjo është shumë e rëndësishme xhamat. Kjo është një mësim për neve, atë që ta sheh syri duhet jetë në përputhshmëri edhe me zemrën. Do me thënë, për çështje islame flitet apo jo për fustanën, për farmerka. Tash syni ta shef themi një ajet kuranor si argument. Duhet edhe zemra të qetësohet aty. Sidomos argumentet për ehli sunnetin, për akiden e ehli sunnetit. Që a e solëm tash një ajet se hadithet janë të garantuara, të mbrojtura, atëherë e në zemra të qetësohet aty. E shohish hoxha, po duket i sinqert, flet për ditë me qitab, hoxha jem Stamboll, zëtën pinhan shikoje, kështu e kuptojsh çfarë nuri ka, syni tash e kuptoj këtë, e pa. Ama fillon zemra tash të të boje, nuk është shenjë alamet i muslimanit të mirë. Duhet të syni edhe se zemra të qetësohet e në të kënaqet. Tash, ka ndodhur për sahabëve, apo me një shikim parë pejgamberin al-Islam kanë thënë po që ky është, ky nuk mund gënjeje, kjo fytyrë nuk gënjen. E tash e shofish apo do hoxhallar ka vërtet, unë se e kam zemrën shumë të lidhet për hoxhan tem, e du shumë. Vallaja kur buzqesh si kur lind dielli apo në fytyrën e ati. E thuish Allahu Teala kaq nur në këtë pleqërit madhe, 90 kusur vjet, hala ditë e natë për rizat të Allahut jeton. Hala del medrese 90 kusur vjet, rinë pranë talebeve aty, se aty qetësohet, aty lezohet Kur'an, aty lezohen hadithe. Pleq qerë provo që ti pishpije. Provo që ti pishpije. Në karike falet. Karike falet një njeri që valzon lun shota ndarsëm. Te ne këtu në karike falet. Po, del hec në kala hec, ven drekën e falen në karike. Pse? U lodha tu hec. Tamam. E tash ka edhe kësi pleqsh, ka edhe këshu. E tash syni ta shef, apo, e bon dallimin, syni muslimanit nuk mashtron. Po na kjo mbrenda dhe qetësohet. E shofish, pa, qetësohu aty tash. E vish këtë mezhlis, e shohi se hoxha, a kom dalë dhe njerë xhamat pa qitab. Haj pak ta lavduroj vitin. Kallzoni, a kom dalë pa qitab dhe njerë. Po ma dëkush këtë e shef si në nëshmim. Më kanë thënë shumë veta, hoxha, ma te bësh kopja, unë nuk dalë në provim be këta. Në ders kallzim. Në provim tamam, qitapin dhe më shedish, nuk do bësh kopje. Tamam. Më kanë thënë, po, hoxha nuk duket hish mirë, ndroje këtë stil, duhet të bësh mirë, dersin të mëcysh, dalish pa qitab. Po ama, po za glava. Nëse ju dëprejtni, hajde hoxha fol. Atëherë, po ja futa pi nefsit tem? Ja, duhet flasim si pas qitabit. E tash e pam se ki hoxha nuk flet pa qitab, pak tëm për fe flas. E tash dëkush e bën një shkputje në YouTube, bën lun me ato video se në tej, tu kanë këtu, syni jote ka pa këtë mezhlis, zemra jote shtej ngacmohet për asaj video, sa aman ja rabbi. Po te çfarë gjunahi bone be? E tash në qitape qera ne i dim pak pse mund njeri dyshoje pisendeve që ja shes syni. Ka probleme thellë në zemër xhamat. Ja dëni syefatsi, ja dëni rria, ja dëni zina, ja dëni dashni për këtë dynja. Për shembull, sa ja mund i dashuruat e hoxha ema, ndoshta është i dashuruat e dëni cauc që s'ja pranon hala Instagramin, apo e mba requestin, si e thunë asaj. E po tash, halë jot kam bet me ato sy me atë zemër ta vlerësojsh, ki a o i sinqert, ki a nuk o i sinqert. Ta e mirë me mendem. Ti me qka jetu lujt be gjalqe? Mos ne vallajnë vajnë gjuna.
Ngjojmë tash apo këtu, çfarë tetova? Ngjojmë. Ka ardhur njëri këtu 2-3 ditë, a din çeni nuk e bën be këtë xhamat. Çeni pronarin e vet ku një herë ndoshta japish një ujë, po nuk shkon më pa te pronari që të fole keq për taj. Insani e bën këtë, subhanallahu. Insani ose njeri. Haj uji ndoshta të kam dhënë, diçka më stres s'kam dhënë. Po ders kena mbajt neve këtu. E njeri ka dhënë mund ta xhejat meselen kitab të ta thosë këtu, te ja te ke marr me bisht, oho, shkosh jam vajs më pa shpinën hodës. Ai di çfarë gjunafesh janë këto be subhanallahu. Këto janë gjunafe shumë mëdha xhamat. Këto janë gjunafe shumë të mëdha, ama nuk do e flasim më shumë këtë muhabet, se vjen sikur i marr çështjet personale. Nuk, vallai për të më rëntuar kam. Se kanë hoxhallar qerr këtu. Nesër inshallah kur do shkojmë te ato, në shkup në ders, nuk më pa të vëmë këto, hoxha i filan, hoxha te gjim thaj, thad Allah, thon pa lidhje mu duken. Estagfirullah. Kush jemi neve të vlerësojmë hoxhallar, tamam? Nuk e kanë veç për veti. Në përgjithësi kjo le të jetë një terbije për neve. Shkojmë, e ngjojmë hoxha Efendin, na pëlqen këtë fjalët, ato që s'e kuptojmë është gabim jon, unë s'e kam kuptuar, e ne mshelim zemrën për vezvese. Se atë që tash e syni duhet jetë përputhshmëri me zemrën. Ha e shoj se hoxha ja fut vërtet kot, ka, do ja fesin kot. Vërtet ja fesin kot, nuk do im tema se mund prekemi, ama për shembull talet me sunetin e pejgamberit alayhis salam. E shan mjekrën, e shan misvakun, e shan atë, e shan kët. Zaten syni atë nuk ta pëlqen, atëherë edhe zemra mos ta pëlqej. Mirë. Do me thënë, zemra me synin duhet jenë për përputhshmëri, që këtu pejgamberit alayhis salam, Allahu jep këtë garancë. Gjuhën ja ka pastru, do me thënë ja ka garantu me fjalën wa ma yantiqu anil hawa, që nuk flet ai nga epshi i tij. Wa basarahu, edhe syt ja ka pastru, ma zaghal basaru wa ma tagha, që kur heste për në Mi'raj i dashuri Allahut, Habibi sallallahu alaihi wasallam, nuk i rëshqitën syt gjattas majtas, e kishte një qëllim, ta shoh Allahun xhelle xhelalu. Pik. Wa ma tagha, e as nuk devijoi. Hoxha jem kët ajet kur e ka lexu, e ka pas më shumë për gratë, do me thënë, pejgamberi alayhis salam hes për në Mi'raj, ju hapën dyert e xhennetit, i pa mirësitë e xhennetit, po prap synin e kishte te Allahu xhelle xhelalu ta shohë. Pra nuk unë dalë në ato xhennete. Po të kish dash pejgamberi sasëm, ja Rabi, ndalëm që këto mirë duket që kjo xhennet. Ndoshta Allahu Teala ja kish pranu. Hiç u bëma. Hoc. E hoxha em ka thënë, nëse pejgamberi jon nuk e ktheu shikimin për ka xhennetet e për ka nimetet e xhennetit, po e kish qëllim Allahun xhelle xhelalu ta gjej, neve si umeti i tij nuk na ngjan me kthy syt ka vitrinat e dyqaneve. Çfarë vetëdije e subhanallah. A o gjyna për shembull çullish me grata dole gota, asi plastika për kuzhinë, 10 palë kien e 10 palë qera nëse duan dhe i blinë. S'ka stop për ato. E tash hoxha na shpëton neve apo hiç mo e kthe shikimin se do e blesh. Ashtu janë gratë. Tamam. Mirë po. Tash a janë halal? Halal janë, tamam. Edhe neve si burra, themi dolëm një kruk, që për ka xhamia hecëm. Edhe kthehesh ka vitrinat, sa pantullet mira, ku e di sa sahat i bukur se. Çka do të na mësoj hoxha? Than mos e lëshojmë zemrën këtë dinja. Neve qëllim duhet ta kemi vetëm Allahun xhelle xhelal. Kur jeton njeri kështu xhamat vërtet e në këto të mirat e dinjas i kapi më të mirave. Po valla. Po ti ndoshta androjsh ta kish një vetur xhip të madhe. Kur e shofish hoxhën te me bin ders me xhip. Hajde. Ai asnjëherë nuk e ka shiku firmën, vallai billahi tallai asnjë firmë veturës nuk e din. Ku e din ai shenin e Volkswagenit, di duket si doni mis, doni breshk. Ku e din ai shko Volkswageni? Kur e shohish e bin atë në medrese, njeri vullnetarisht ka qif, një herë edhe unë ndodha, hipa me një veture, ndajva vitin, pollat. E çfarë veture? Po vallai kështu. E përballë rresha me atë mbas. Tavolina atë. A me shoj se hoxhës tem si dush në zastava hipe, si dush në gomar hipe, si dush që këtë vetur hipe. Qa të hiq. Ai njeri ishte, i kish kushtet e mira, ishte një, ka një punë të matë, një biznis matë, nese. Hoxha, bëmbe dhe një dua për ne, a kjede një nasihat, ta shif ka art njeri respekt hoxhën, ta qoj deri në xhami, e pin xhami ma pa dhe shon të në shpi.
E në ndodha në vetur. Tash, folim edhe në gjojna. Dvejeni që ashtu një milioner të neve me asi veture të zes. Ne ndoshta di kishim thonë, na këshillobe si ta mbrojme ne ta blim që këtë, apo Allah i na falt, se neve syti hekim dhe njerë ka ki dinjalek, hoxha i e me subhanallah, njeri ka respekt të të boje, që nasihat. Thot, pantullet në kushta, farmer ka të veshisho, gjyna, pantullet gjana, shalvare të veshisho, sevap. Të me thanë, mundohet e në aty një gabim t'ja largoj muslimanit, subhanallah. Aty e kuptova se 100% për i zatë Allahut. Unë së ndë kisha atë guzim, vallaj billaj, jo me vetur kështu të madhe, ne me jugo me artë njeri, unë së ne marë atë guzim direkt, ti thome që këtë e kje gabim, bëne që këtë se kjo punë më e mërë. E në për çka për një synnet, apo të veshesh gjanë o synnet, farz është ta mblesh auretin. Bëhet një me kruhlëk se në vizatohen pjeset e trupit, sidomos në namaz. Këtë duhet ta kemi qartë. Muslimani që veshet në gusht, që për këtë laf nuk duhet ta përdori amazdinë në laf tjetër ka për fat të keq që i thujmë, nuk për caktimin e Allahit. Ama që për këto kushtet e kësaj dynjas, apo mod që kjo, në për vitrina që këto shiten, ama kur shkojmë në sejdë, bëhet mekruh namazi. Pse? Pjesa e auretit që duhet të mbulohet, vizatohet. Me uçel haram, vizatohet mekruh. Prandaj në kitapet e fikut kalon, muslimani duhet 3 palë tesha t'i ketë në namaz. Pantullet xhana, këmish edhe mbi atë një gjybe. Tamam. Kitapet tona kështu kalon. Çka ishte tema? Po. Do me thamë, pejgamberi a.s. një qëllim e kishte të arri kënaqësin rizan e Allahut xhelle xhelaluhu. Përkthimi i Kuranit, e ndu t'jem precis, ta përkthim mirë, t'i shok mirë të përkthimet. Mirë, vazhdojmë me ajete tjera ku Allahu Teala betohet për vlerën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surja Tekwir, ajeti 15, estaizu billah bismillah, fela uqsimu bil khunnes. Kalojt e dersi i fundit, tamam. Kjo laja, edhe pse ka kuptimin e jo apo negativit, ndonjëherë përdoret vetëm si zbukurim i fjalis, atëherë nuk përkthehet, mbetet kuptimi uqsimu bil khunnes. I betohem, kujt i betohem? Në yjet që tërhiqen ditën e ndriçojnë natën. Khunnes i vjen ka që kjo. Yjet që tërhiqen, thujemnin, ditën e ndriçojnë natën. Si tërhiqen ditën, do me thënë drita e asaj nuk duket ditën, ma pa kur bëhet natë prap, del drita e yjeve. Allahu Teala betohet në këto. El gjewaril kunnes. Pastaj Allahu Teala betohet prap në yjet që udhëtojnë e fshihen si dreri në strofkë. Ne të tovarë, këto lafe fort mirë nuk i dim, ama do me thamë prap, bëhet fjalë për yjet që udhëtojnë. Wal-lejli idha as prap Allahu Teala betohet në natën kur ersohet, was-subhi idha tenefes, dhe në sabahin kur fillon të marrë frym. E keni pa çdo herë vakët imsaki bëhet një fladitje, një freski në natyrë për jashtë. Sikur merr frym sabahi apo kur fillon ta freskoje ditën. Tash kretë këto ishin bie, vjen diçka shumë e rëndësishme, xhevapi i bijes, tamam. Xhevapi i kasemit. Ta mbajmë mend këtë apo? Volkswageni nuk është çip. Atë mbajmë mend apo? Duket i vajka vagoni i Miletit, apo Volkswagen, vagoni i Volkit, i Miletit, i popullit, po. E tash, si e mbajmë mend atë? Kasem i thujnë bijes, bas bijes morat vjet xhevapi. Do me thënë rezultati asaj bijes. Çka qenë ka jo e rëndësishmja? Innehu le qawlu rasulin kerim. Ai Kur'an, ato fjalë pejgamberi a.s. që i thot, janë fjalë të një dërguari të ndershëm. E dietarët kanë thënë disa mendime. Ki dërguari ndershëm, disa kanë thënë është po, drejt Rasulullah s.a.s. Hazreti Muhammed Mustafa s.a.s. E ma pa ketë ato lëvdata që kalen ma tu që i takojnë ati. Disa kanë thënë është Gjibrili a.s. E ai ma pa ja dërgon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash vazhdon. Dhi quwwatin 'inda dhil arshi, ai është i fuqishëm te, thënë ka fuqi të madhe dhe Allahu Teala e vlerëson shumë atë me kin që me pozitë të lartë te pronari i arshit, i cili është Allah. Muta'in themme emin te arshi dhe rreth asaj që jetojnë me lajqet, ai pejgamber është muta, son i bindur,
i bindshëm, me lajqet i binden ati, me lajqet e dëgjojnë atë, me lajqet e dun atë. Kush mundesh të jetë ky? Gjibrili a.s. ose si është tema jon Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bi majnun, që edhe njerë kalon kjo. Shoku juaj nuk është i çmendur. Subhanallah. E kanë zatek pejgamberin jashtë i kanë thënë ja Rabbi. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, me të vërtet pejgamberi Gjibrilin a.s. e ka pa taj horizont i gjërë kur jerdh shpallja e parë, edhe ka ploj komplet qiellin me krahët Hazreti Gjibrili sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa ala al-ghaibi bidanin, dhe ai shoku juaj Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është danin i akuzuar se do e mçefe atë të mçeftën atë ghaibin që ja ka mësu Allahu. Tamam. Çka i ka thënë Allahu, çato ja mëson. Ma tu që dëvin xhamat do tema që mu vesh më ka hyrë, ndoshta isha moshën tuj kur do thom e kam fjalën për këto matri. Isha shkollë të mesme, në gjova një mesele, në gjuman, hutbet tona, kinse në Kuran kalon dhe ashtu kuptimi i dhaj njeri ati ajeti, unë kur e mbarova këtë qitab me lexim dhe pak me punim, aty ndoshta mu qetsu komplet zemra. Për çfarë thom me përkthim Kurani, jo, me njerë kështu, adin, shif, as syni as zemra nuk mu përputh në atë kuptim që e dhaj hoxha, e ne pse isha shumë i ri. Tamam. Ka të bëjë me që këtë. Nuk është ai njëri koprac që të më qefe diçka nga gajbi që ja ka falë Allah. Është një temë shumë delikate, kur dhe vaj ajo tema. Ta është vala pak me interesant, ama dhe vaj shumë mati që. Ndoshta 2026 dhe vaj ajo tema. E në kur dhe vije isha ajo tema, du thëmë, a unë teket, kur erdhen shumë hoxhala në ders, ashtu dhe e mbaj një mend këtë ders, ose në bas kur ban Bajramit, një temë ishte shumë delikate. Rëshqet imani, kamët rëshqasin, bo është qafir në sekund gjemat me atë. Do me thanë, ashtu si e përktheu aj njeri, aj zotëri, ajetin, nëse besush me të vërtet ashtu, Allah i narujt, pikpytja mbetet imani. Dëvje, inshallah jetem. Pejgamberin nuk më qef kur gjon nga ajo që e ka dhanë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Wa ma hua bi qawli shejtani rajim, dha që e flet ai, as nuk është bile fjala e shejtanit të mallkuar, rajim i përjashtuar. Prapa Allahu Taala në Kur'an thot, esta'idhu billah, bismillah, nun wal qalami wama yasturun. Nun janë këto harfe muqatta'a që i thujshim, nuk lexohen kështu, shumë ne ti thujsh kësaj, ne, ni, nu, jo, po nun e lexosh halisin alfabet. E ka emrin huruful muqatta'a. Është ai Range Roverin nëse e dishën e këtë di, apo para se Volkswagen. Ajo se e kishte emrin Qasem qetra Xhevap. Kjo huruful muqatta'a. Ko e di, muën e ma para më vinte shumë interesante në lezet më jepte në shpirt në brenda, ti mësoj termet arabe. Tamam, termet arabe. Mirë, po nuk është mirë, pa u bo hoq me njerë e thash, apo i përmendim do shprehje ma, pa ajo ka komplet qëtër kuptim, mund koritesh, ani. Të njerë thuje, e me vetjen e thuj hoxha e thonë ma erbëse, mund dë njerë të ngatrujmë, apo dë një term me dë një term qëtër. Nun! Allahu Taala thot, nun, këto e në harfe muqatta, kuptimet jadin vetëm Allahu dhe pejgamberi. Wal qalami wama yasturun, i betohem kalemit, lapsit, wama yasturun dhe rreshtave që i shkruan lapsi. Tash vjen xhevapi. Ma ente bi ni'meti rabbike bi majnun, pra fjalët e njëjta. Ti nuk je i çmendur me këto të mira që ta ka dhënë Allahu xhelle xhelalu. Ti je pejgamber, ani se të thujnë ato të çmendur. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun, dhe për ty ka shpërblime të pandërprera edhe në këtë dynja. Sa herë që dërgohen salavate, i shkojnë sevapet edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që falim namaz, sevapi i shkon edhe atij. Sa herë që lexojmë Kur'an, sevapi i shkon atij. Sa herë që mblidhemi ders, mbajmë sunneti më i fortë, kanë thënë ulemat. Sidomos Imam Rabbani kësaj kushton shumë rëndësi xhamat. Ahmed El Faruqi Esir Hindi, alim më i madh se ai, subhanallahu, në këtë shekull zia do vije. Ashtu i qaste do temave xhamat, para 400 e kusur vjetë ka jetu, hala sot e kësaj dite ato probleme i zgjedhish vetëm me atë qita. 40 ditë thot mos ngjojsh ders, të bëhet një pikë e zezë në zemër, fillojsh të jupish ndjenjat ndaj fesë islame. A nuk u ashtu be xhamat?
provojni një dimu, i birni një kruk ka Evropa, në mëngjojni derse, hajdi ma pa këtu, a dini si të duken këto fjalët e mia, pralla, ja gjikallzon hoxhave, këtë muhabet. Çashtu është, 2-3 derse më hajde, dersën e 3-4, drejt dyshimet fillojnë, drejt vezveset dyshim, se ka hi ajo pika e zezë. Mirë. Wa innaka la ala khuluqin azim, një për ajeteve më prekse, më të ndishme në Kur'an, me të vërtet tije në një khuluq, në një akhlaq, në një terbije, në një sjellje azim shumë të madhe. Fese të bësiru, vë ju bësirun, tash inshallah një nga një, t'i japim kuptime ajeteve. Që Allahu Teala prap betohet dhe si gjevap thot se nuk je i çmendur. Kjo tregon vlerën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. E ka pastruar Allahu Teala nga shpifjet e mushrikëve dhe qafirëve dhe munafikëve. Dhe ja ka bën me dije se ty do të shpërblej pa ndërprerje edhe në këtë dynja. Sa herë që të përmendet emri, dërgojnë musliman salavat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sa herë që lexohet ezani, përmendet emri jot. Po edhe mbas vdekjes në xhennet do i kesh derexhet më të larta. Çdo sekond pejgamberit i hypin derexhet, edhe ai do ketë që pa ndërprer shpërblime. Sot ishte në këtë derexhe, momentin tjetër 10 derexhen tjetër. Wa innaka la ala khuluqin azim, ti je në një sjellje të madhe, dietarët kanë thënë sjelljen e Kur'anit. Tamam si don Kur'ani, që është edhe një hadith që vjen nga Hazreti Aisha. Disa ulema kanë thënë sjelljen e Islamit. Tamam si don Islami. Atër Islami kërkoj ka mjekrën si pejgamberi, hecjen si pejgamberi, uljen si pejgamberi, të quarjen si pejgamberi, të fletmen si pejgamberi, thujem në qëtër, derset si pejgamberi, bab t'jesh në shtëpi si pejgamberi, kitë punët si pejgamberi duhet t'i bëjmë. Edhe nëse së një bëjmë barem bindje t'jemi, tamam xhamat. Edhe nëse një bëjmë do punë si pejgamberi, ama të paktën e dim që ajo është hak. Më thujmë këtë vakët nuk bojnë, do gjëra se ajo mund të idhnoj atë pejgamber të dashur. E mund të thosë në botën tjetër, pse be unë të kisha ardhur shekullin 21, a do të vajte mbare pi mua? A do të vite mbare trish me mua? Jo ja Resulullah asnjëherë. Asnjëherë ne jemi musliman, një sekond trim me ty, kishim fliu këtë mirat e kësaj dynjas. Një sekond trishim me atë. Ama kjo pak don halis t'ja vërtetojmë, t'ja argumentojmë me vepra, me sjellje. Disa dietar kanë thënë natyrën e kije shumë pastër të shenjtë. Interesant. Dhe kujt Allahu Teala alis natyrën jep. Krishterë ama një natyrë të mere ka sjellje të bukur. Po mblohet një muslimane në të lagje hin havale, deri gje kaj si be komshia ja bëjte, kur e shef se on havale, e unë shkokën edhe këshu kalon para shpise, subhanallah. Krishter ky njeri, Macedon, natyra e muslimanit, që lloj kjo gjëja po. Po musliman beti, subhanallah. Ç'kto klima, që argumenti kemi. I ka voni usta Macedon këtu. Para disa ditë ishte në njëni me mu, që aty më pa, selamu aleikum hoqa. Stakfirullah, gjithë thush, ve aleikum. Selamin nuk. Tamam. Ose dritë bëni dhe një muhabet tjetër. E pse jo? E be o gjaj të respekton, të i respektoj. Jo se aty ndërhyet të ligji sheriatit. Allahu Teala ka thënë kjo përshëndetje i takon veç muslimanve, aty në qerve, ve aleikum dë thush, kajsi be brat thuj, apo. Usta kajsi, usta si i thuj në maqidonisht, shefe, majstore, që ashtu. Lavdroje, ama aleikum selam jo. Shkush 30 hapa ma të që, shefe këtë arapin të apën. Interesante. Natyrën Allah si ta kryon. Apo disa dietar tjerë kanë thënë, sjellja e shenjtë e madhe se nuk i intereson të asgja përveç Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu na bëft nasib që këtë karakter, amin ja Rab. Imam Vasiti u ka thënë, Allahu Teala e lavdron pejgamberin a.s. ja numëron të mirat që ja ka dhënë, edhe për natyrën, thëmë për sjelljen e bukur, e lavdron, në fakt vetë Allahu Teala ashtu e ka kriju atë pejgamber. Fe subhana Allah, thot, subhane, i lartë madhuruar qoftë, e latiful kerim, ky Allah i ndershëm, kerim i shenjtë, el muhsin, vetë ta jep këtë mirë,
El Hamid ma pa vetë të lavdron, subhanallah. Interesante. Vetë të banë Allahu Ta'ala nasib të falish namaz, ma pa të jep xhenetin se ke fal namaz. Ja Rabbi, taj ma dha. Ani qashtu është Allahu Ta'ala. Vetë të banë nasib të hikish pi harameve, ti merë ato ndjenjat në brenda, ma pa të lavdron, bravo robi jemi dashur, se nuk hynen haram që xhenetin, subhanallah. Edhe neve duhet jemi kështu xhamat, hadithisht. Pejgamberi aslam ka thënë, "Takhallaku bi akhlaqillah", bauni me sjelljen e Allahut xhelle xhelal. Obligimin e bëjsh, farz e kje kët. Ai të ka kriju. A kje që tërçare? Ai të ka kriju. E nai do të thosë fal namaz, u sos punë. Mos hyn çe kët punë, u sos punë. Mo e bën çat, u sos punë. Edhe mapa, faleminderit që e bën çe shpërblimin, subhanallah. Njerëzit kët sta bëjnë. Njerëzit vullnetarisht e bësh diçka, vullnetarisht namaz nafile mes fala të dënon Allahu, jo. Njerëzit ashtu janë. Bësh vullnetarisht një punë, themi për ditë që këtë gotë unë dhe e pastroj piktu. Ditën e 5 u lodhave thëmë ta pastroj dhe kush tjetër, ka hoxhallar tjera vesh unë. Ta pastrojnë ky qetri. E kur nuk e hek as ky qetri, as unë, vullnetarisht e bëjsha këtë punë, vajnë ma pa pronari, vendit në çorton pse o kjo gota këto. Po unë vullnetarisht e bëna këtë. Allahu Ta'ala nuk të ndeshkon për gjërat vullnetare kur si bësh. Ama për farzet, normalisht që ka ndeshkim. Mirë. Pastaj, Allahu Ta'ala thot, "Fese tu bësiru, ve ju bësirun", a thujnë ty ato të çmendur. Fese tu bësiru, edhe ti do të shohësh, ve ju bësirun, edhe ato do të shohin, bi eji kumul, meftun se kush qenë ka fitnexhi, kush qenë ka thuja emnin isprovuar apo i çmendur. Dhe shohim apo. Që edhe ky ajet është një ngushëllim për neve. Mundo ta bindish. Si themi neve, mos u raspraf. Thuj, dhe shohim me botën tjetër. Ju budalla me mjekra që gjini bo. Dhe shohim me botën tjetër. Va kam tregum duke tua muhabet ma privat. Një talebes atje në Istanbul, me dreset tona. Që kështu baba ja ka hangër shpirtin ta njetën, mjekra, hiqe që këtë mjekër. Aman, mo. Pa mjekër, o vetë. Nuk pin drog, tregon njëni atje. E qova nanën në spital. Ma pa mos e haroj këtë punën e ati në xhansit me babën. Tregon ky tash një person tjetër. E qova nanën në spital. Presi mrend. Nana e smund, mosh. E prun një djalë. Fal një shprej, ka kref drog për kërkun qenka. E në unë e thash, pak si ma hoqë, sa për ju afrova ti foli, qëtë sa u be gjallë, si e, pse be gjallë, andeka. Nënë e vete, hiqu mama preshish gjallin. Hiqu se ju s'jeni mirë, edhin, subhanallah. Thot, une, jam i prishur, apo gjalli jo të shi prishur. Une nënën teme e pruna në spital, që është normale, me mosh, është smu, është tyrë në mosh, ta i si nënë e bish gjallin tënë në spital, une qenë kam fitnezhi i prishur, gjalli jo qenë kam. Interesant që matë. Allahu gjithve në i hapë sytë. Amin. Edhe jo këshu me nënshmime. Për erdë në vje, gjyna, se kemi mund edhe neve t'jemi në ato pozita. Inne rabbeke hua a'lemu bimen dalle anë sebili, Zoti jotë është ai që e din më së miri se kush ka devjuar nga rruga e tij, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dhe e din më së miri se kush është në rrugë të drejtë. Pas tyne, Allahu Teala, do me thëmë pasi e lavdroi pejgamberin dhe pasi i qortoi që këtu ato dyshmant, s'ma kujtut, atë hoxhën me babën e vet, taleben, që kështu ja ka nga shpirtin, në kur i ka ardhur vdekja ati babës, kur a qel pak perdja për botës tjetër, edhe kjo një dhurat për Allahut, ti esh në gjendje të flasish në atë agonin e vdekjes. Kjo një met, se mo për atë tjetrin kjo argumenti më i madh. 1 milion hoxhallar mbledhja mbaj kraje, së ne bindin, sa që mund një njeri që është në agonin e vdekjes, kur i hupet mo vetdia kada, e në kur fillon flase. Neve na duket si kur pa vetdi e flet, fakt flet me vetdien më të pastër në dinja. Është qel perdja. I thot gjallit vetë hesteka, ta i kanë e hakli, ti pas ke të drejt, njerëzit e mirë pas kanë mjekra. Mo, qka ka pa? Allahu Teala e din. Tash ato njerëzit e mirë, a i qortun, apo ja bon halal, ma be na hinë ndërhak, se ne ishim pejgamber që kishim mjekra, ne ishim sahabi që kishim mjekra, ta i neve na shajte. Ta jam e ne kje problem, me të thënë, momentin e vdekjes, gjema dë dusht, amën ja rabi, ma shpet merë ma jetën, ama ma po puna se ku o destinacioni.
Për çat, ai ti lutim më të mëdhej ton, mos i ngusni trit që duan t'i ngjajnë pejgamberëve, ashabëve, ulemave. Sidomos këto fjalë rrin me nënçmime, kom gjuhët, cape, ku e di do fjalë si netëll, si pop, estakfirullah, po. Mjekra është e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu Teala e këshillon të dërguarin e tij dhe të dashurin e tij, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe thot: "Fela tuti'il mukedhibin", mos ju bind, mos ju nështro këtyne që të përgënjeshtrojnë që nuk të besojnë. Weddu law tudhinu feyudhinun. Ato kanë dëshirë ti pak të afrohesh atyne me politik, e në ato pak të bëjnë lajka, e në që aty bashkë të gjeni një pikë të përbashkët, me dyshmanin s'ka pikë të përbashkët. A i donë të të prishe fen. Pikë të përbashkët gjej për fushën, për shpinë, ku e di për veturën, bënë në një pazarlek, një pikë të përbashkët. Në din nuk ka gjemat. Hoxha em ka thënë, tu lëshu pe nga feja nuk vjen feja. Që kjo për neve hoxhalarët ljetet një parim kryesor. Po hoxho që tej pak dil imam bono, javën qeter unë dhe dal imam dhe bojmë, e tej dela vdrysh imam Maturidin, unë dhe ta sha imam Maturidin. Nuk shkon këshu. Me një xhami këto dy emna, ky emën me dy mendime nuk mund të përmendet. Ja tej dhe jesh the qafën, ja unë dhe jem, prap tej the qafën, së ne bona me. Ja unë dhe the qafën, ja tej dhe the qafën. Njani dërije këtu. Ja dërije haku, ja batili me një xhami. Të dijat nuk përzihen. Pak ashtu, pak këshu. Pa nuk o kek, nuk o puding kjo, dhe përzim pa. Boz me borovnic, muja përmin djemnin. Fe është kjo, sheriat, ehli sunneti i ka vijat e qarta, që kjo është ehli sunnet. Kështu të përzim, pak për andej, pak për këtine, pak të imbajmë raportet me ato, pak me këta je. Sa ta kjenë fuqin, me njerë thikën baspin e të angullin, e në jesisht i mapa. Me qka jesish? Vecë, ke shit nga ka dalë jesish me ndjenja që sa kot që ke lishu për nga feja jote dhe parimet tuja. Fela tutia kulle halafin mehin, pejgamberit i thot Allahu Teala, mos ju bind që këtyne që bëjnë bie shpesh, përmendin emrin e Allahut, hiq pa u interesu, a është halal, a është halal apo jo. Bëjnë bie në emën të Allahut, sikur që dhe majnë marveshjen me ty, po vallahi, po billahi, dhe bëjmë. Hemazin, ama më shpine bëjnë isharete këshu me sy, me sha imbinimim, hecin andej këndej duke bart fjalë, lafet ati ja bartin këti ja bartin ati, ai kym bas shpine thot dervish, ky qetri thot sufist, ai qetri thot xehmi, ky qetri thot mutezili. Vallahi jam i vetmi njeri xhamat që më thon mu Maturidi mutezili, unë që këtë sefte në gjofë. Që këto dhja me një veti përmendish. A din që hoxalarët në lotë qeshë, në prejsh abdesi për qeshme, qatë shumë qesharake që o kjo. Këto dy sende jonë të kunder, tamë. Si me thanë, në vijatën e në ka tetek, si në ka shkëndia. Tamë. Po. Me najnë il hajri, muat edin e thim, që mos ju bindë, mos bon marveshje me këto, me nain il khejri që e ndalin punën e khejrit, mu'tedin që i ka kalu këtë kufit, e thim gjuna qari math, o tullim ba'de dhalike, aq ma tepër, njeri i pasjelshëm, i vrasht, zenim, sherefsës. E keni gju këtë fjallë sherefsës? Pa vlera morale. Njeri jo takva, s'ka parime, o deri gjithë thoshte këshu, tash flet këshu, shpesh e kina folë këto teme, unë du të di njerin, ateist jetë, tamam ateist, ama të di barem parime që i kje, të qetri, LGBT, të di parimin barem, pak ma larka po, ky qetri, rocker, rapper, barem të di parimin kushje, që të di si të flas me ty, vene kësho, si ishte, e njerë shirk njerë muslimani majrë, ka daleve, me zhlisin e njëjtë, e në qafir më shtanë mu, e në hoxha i majrë, nuk bon këshu hoxha i majrë, duhet të adim, fix parimin duhet të adim. Këta jetë bëhet fjalë për Velid bin Mughiran, që ka qenë dyshman i mathi pejgamberi s.a.s. Zenim i vejnë njëri, pa vlera, disa i kanë dhënë edhe kuptime që nuk i dihet kë e ka bab, se Velid i bin Mughiran, disa e kanë birësu për i mrapa, faktikisht e kuptuat, ka pak edhe kuptime
të këqija me atë fjalën kë që e përdorim neve, tamam. Yani mos ju bëjnë këtyne, e mos mendo të bësh marrëveshje me këto, en kanë dha malin wa banin, vetëm se është njëri pasanik dhe ka shumë djem apo farefisni, idha tutla alayhi ayatuna, se kur i lexohen ati ajetet tona, argumentet tona, qale ai thot esatirul awwalin. Prallat e mëparshme janë këto. Këto janë rrëfimet e hershme. Këto fjali kemi ndju shpesh në shkolla, në universitete, nga do profesor këto e ndjeshim. Hoxhallarët kallëzojnë pralla, Hazreti Musa, Hazreti Isa, i kanë qifra. E në Hazreti nuk thujnë ato. Se nuk va bon nasip Allahu Teala, përdorin një shprehje nderuse për një pejgamber. Tamam, çe kush janë kanë këto? Kurani fisnik në çdo shekull ka një farlloj kriteri që të mëson se si ti qasesh problemit. Tamam, si tham, ajet mo neve nuk na vije, ama që me këto ajet. E në varësisht si e kje problemin, dëkush vendin e punës e ka këtë problem, dëkush në shtëpi, dëkush në shkollë, dëkush me hoqë e ka këtë problem, dëkush vërtet me dëni ateist e ka këtë problem, ja, për gjitha ato, dullën kuptimet. E në besoj se cali pijush e gjeti vetën në ndonjë sprov që e ka përjetu në që këto ajete. Ky qitapi ka këto bereqete, prandaj besoj kur mbaron dersi, e përjetojmë një freskinë në zemër, ama ta mbajmë këtë, e deri javën tjetër mos e hupim, e në fund vallahi billahi do përfitojmë shumë nga ky qitap. Pra, mbaroj edhe ky ders, i lexuam vendet ku Allahu Teala betohet dhe mapa flet për vlerat e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Mirë xhamat, Allahu ju shpërblef që erdhët, afrohet tash edhe jatsia, mund të mbarojmë dersin, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.